3-3. Po, besoj që mundet me pas suksese këtë vetë, pasi që në gjithë katërtit kemi lujtë bashkë që disa vjetë edhe njohëm një tjetrin, kemi lujtë edhe kundër edhe bashkë me përfaqësuesin A edhe besoj që kemi edhe një kimi mes njëri tjetrit, edhe si që tha edhe Adriatiku, për lojën 3-3 duhet me qenë sa ma në formë edhe me fizik lartë, edhe besoj që ne të katërtit kemi me dhënë maksimumin edhe me pas rezultatet mira. Si pas teje, dhe thotë, ku është ai dallimi i 3-3-shit dhe 5-5-shit? Po mënoj, a është ma lehtë për juve në 3-3, apo 5-5? Po... Cila që është doket? Por mendim temi, mendoj që 3-3-shi është pak ma lehtë, në kuptimin që ka ma shumë hapsina, se sa në lojën 5-5, janë 4 lojtarë ma shumë, edhe fusha është ma e ngushtë prej lojtarëve mbrojtës, e kështu ka ma shumë hapsina për depërtime edhe për me bo lojë ma atraktive. Ron, kush mendojnë që mundet me ju bo probleme? Po besoj ndoshta edhe deri i keni shiku paka shumë edhe ekipet, këtë do ta keni kundërshtar, e dim do të marrin pjesë edhe kombëtare Shqipëria, Azerbejgjania, përmendëm, Qipro, Malta, Irlanda, prej kush, cilës përfaqësuese mund të vijë rreziku. E dim që Azerbejgjani është fituesi i vitit kaluar. Po, si që the edhe ti, besoj që nga Azerbejgjani, pasi që ata janë ekipi fitues, edhe mendoj se me ta ka me qenë mas vështirit, po na kena me jap maksimumin i mujtë. A i keni skautu, a i keni shiku që është mundën e më po kena fillu tash në përgatitje edhe që është mi që është me indalë, që është me i sulmu ekipin e Azerbejgjanit.